Shqipëria po shfaqet si një nga destinacionet kryesore të udhëtimit në vitin 2026 me Rivierën Shqiptare dhe lehtësira të reja vizash për vizitorët ndërkombëtar sipas Travel and Tour World. Në vitin 2026, Shqipëria po veçohet zyrtarisht si një nga destinacionet më emocionuese të udhëtimit në Europë, me zhvillime të mëdha turistike në Rivierën Shqiptare dhe me një përvojë të thjeshtuar udhëtimi për vizitorët ndërkombëtar. E mbështetur nga hotele të reja, rregullore të përmirësuara vizash dhe investime të mëdha në infrastrukturë, Shqipëria po bëhet gjithnjë më e aksesueshme për turistët që kërkojnë të eksplorojnë trashëgiminë e saj të pasur kulturore, peizazhet mahnitse dhe thjeshtësinë mesdhetare. Riviera Shqiptare po bëhet shpejt një nga destinacionet kryesore bregdetare të Europës, me plazhet e saj mahnitse, ujërat e kristalta dhe qytetet e vogla idilike. Qytetet si Saranda dhe Vlora ofrojnë kombinimin perfekt të jetës së qetë bregdetare, si dhe trashëgimisë së pasur kulturore. Vizitorët mund të eksplorojnë plazhe të fshehura si Gjipeja dhe Filikuri, të cilat ofrojnë pushime të qeta, larg vijave bregdetare të mbipopulluara të destinacioneve të tjera mesdhetare. Rajoni është gjithashtu shtëpia e parkut kombëtar të Butrintit, i listuar në UNESCO si një nga sitet e lashta arkeologjike, që ofron një përvojë të thellë mbi rëndësinë historike të Shqipërisë. Me rritjen e numrit të hoteleve luksoze dhe akomodimeve butik, Riviera Shqiptare pritet të bëhet një destinacion i preferuar për turistët që kërkojnë diell, det dhe histori. E ndërsa Shqipëria vazhdon të rritet si destinacion turistik, infrastruktura e vendit po përmirësohet njëshëm. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës në ndërtim dhe i parashikuar të hapet në fund të vitit 2026 do të forcojë ofertën turistike të jugut. I vendosur vetëm 10 kilometra në veri të qytetit të Vlorës, aeroporti i ri do ta bëjë Rivierën Shqiptare më të aksesueshme për vizitorët ndërkombëtar, duke ofruar një pikë hyrjeje direkte për vizitorët që dëshirojnë të eksplorojnë vijën bregdetare mahnitse. Viti 2026 shihet si një vit i rritjes së luksit për Shqipërinë, me një seri hapjesh të reja hotelesh në të gjithë vendin. Këto akomodime të reja synojnë të plotësojnë kërkesën në rritje për përvoja dhe udhëtimi luksoze, nga mirëqenia e deri tek pushimet luksoze për gjatë Bregdetit. Me një sektor turizmi në rritje, Shqipëria në vitin 2026 ofron tashmë një kombinim unik të eksplorimit kulturor, relaksit bregdetar, aventurës në natyrë dhe qëndrimeve luksoze. Shqipëria tashmë shihet dhe është më e aksesueshme se kurrë më parë, duke e bërë këtë vit momentin perfekt për të zbuluar gjithçka që ky destinacion i mrekullueshëm ka për të ofruar. Qoftë nëse kërkoni histori, natyrë apo luks modern, Shqipëria garanton një përvojë udhëtimi që nuk do ta harroni kurrë.